Brezëri mendoj që e kanë humbur durimin dhe për këtë arsye, nëse do flisnim në lidhje me fushatën apo kështu në përgjithësi. Në përgjithësi për të rinjt shqiptar. Të rinjt shqiptar nuk është më brezi, për shembull brezi jonë që jemi brezi i vjetër, të themi, është një kontradikt e madhe midis nesh dhe brezit të ri. Ne shikojmë dhe në jetën e përditshme dhe në marrëdhëniet e punës dhe në familje me fëmijët tanë që rrisim. Ju ka humbur durimi dhe nuk e di arsyet, mendoj që rinia nuk e gjen veten ashtu siç duhet, për arsye se mungojnë shumë aktivitetet sportive, mungon aktivitetet kulturore, fëmijët nuk kanë ku të argëtohen, të rinjt, po të themi për të rinjt, një Tiranë mund të jetë metropol që mund të ketë një kinoteatr, mund të ketë dhe një opera, ja dhe të themi dhe një estradë, kurse po të flasim për rrethet kanë mbaruar, kështu që rinia e shkolluar, flas dhe për fëmijët e mi, të cilët kanë ikur jashtë shtetit dhe Gjermania po mbledh të gjithë ajkën e të rinjve shqiptar. Dhe unë jam shumë dakord me fjalë që të rinjt të ikin, ta gjejnë veten atje ku duhet, për arsye se ky vend nuk mendoj se do bëhet. Të investohen aty ku shpërblehet mundi i tyre. Sepse këtu nuk ka vende të reja pune. Këtu çdo investim që është bërë në infrastrukturë, por që nuk i shërben rinis. Investimet të cilat janë bërë në infrastrukturën rrugore në përgjithësi, aty ku intereson shtetit, që nuk lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me punësimin e të rinjve, kështu që ata kanë gjetur mënyrën më të mirë qoftë për të studiuar, qoftë për të punuar dhe janë sistemuar shumë mirë jashtë shtetit. Unë kam rastin tim të fëmijës tim, i cili në Gjermani është inxhinier ndërtimi dhe është sistemuar për mrekulli. Këtu punoi shumë vite, dha për këtë vend dhe më së fundi nuk e gjeti veten dhe nuk ishte realizuar ashtu siç duhet të ishte. Pra, po, sado këtu të punosh, këtu pagat nuk janë ashtu siç një ritëm, një pagë një të riu i cili punon në Tiranë dhe që paguan një shtëpi me qira dhe që ushqehet vet, nuk del as për bukë, jo më të paguaj qira, apo të shikoj dhe për një diçka më tepër, për një udhim, për një nuk diskutohet. Do me thënë që pagat janë për një mbijetesë, jo për jetesë. Në përgjithësi, jo vetëm për të rinjt, po për të gjithë. Pensionistët mos i diskutojmë fare, ne që jemi të punësuar në sektorin privat dhe ne që jemi të punësuar në sektorin privat duhet t'japim shumë që të marrim, aty janë pagat, mund të ishin pak më mirë në sektorin privat, tani ka kaluar shteti për arsye politike, shteti ka rritur pagat e administratës, duke lënë pas dore shumë gjëra të tjera. Kështu që është një pakicë shumë e vogël e kënaqur, të cilët kënaqen me pak kanë zënat vendin atje në administratën publike dhe kënaqen me pak, ngrejnë kartonin, votojnë për interesat e tyre dhe kurse rinia ka ikur dhe Shqipëria është për të ardhur keq, por sinqerisht po plaket dhe nuk ka më brez të ri. Është për të ardhur keq. Po ngelemi pa fëmijët tanë. Po ngelemi vetëm pa fëmijët tanë